Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Përshëndetje. Sa ikonike që është ajo hyrja e Besi Andi podcast. Pëlqen? Mua më pëlqen shumë, po dije se prodhimi më i mirë është hyrja e Buçi podcast nga ajo studio se sa hyrja juaj. Po, të dy Besi Andi podcast edhe Buçi podcast janë distinkt lidhur tek pjesa e intros. Se ti janë tejet mirë se erdhen ja. Mirë se gjeta. Shumë kënaqësi të bashkoheshim në fund për një podcast. Po i zbuloj misterin shumë fansave dhe dëgjuesve të Besi Andi podcast për Megamindin mbas kamerave dhe mbas mikrofonave, mbas përgjigjeve të gjetura në çdo moment të dur. Kjo ka qenë shumë nga gjërat që më ka pyetur mua Enea për shembull. Për çfarë? Për kush është Enea, gjërat e tipit apo a do ta kush është Enea, pse nuk del? Shkon fillim të podcastit çunat, hyrja ime ka qenë shumë graduale dhe natyrshme. Unë nuk supozoja të isha pjesë në fillim. Unë thjesht merresha me anën teknike, edhe her pas here intervjuja të çunave për në një informacion që kërkonin, po s'kisha mikrofon. Ja thoja dhe ata atë që thoja unë nëse bëja një shaka dhe pak më vonë vendosëm që pse mos marrim dhe një mikrofon. Edhe unë tisha si ai tipi të Joe Rogan që thjesht asiston her pas here. Po avash krijova të vendin tim aty të podcastit çunave. Edhe më pëlqen që nuk dal. Mund ta shohësh që ato do të pëlqen, sa interesante duket ajo. Jo, nuk pëlqen, nuk besoj se do të dalë. Ose ti ke flok video me çunat. Jo, edhe unë para një muaji e ca isha qeros. Opa, mesazhi shumë busy man. Po sa komfort je me këtë pjesën plako mbrapa, se unë e di kam qenë edhe në disa podcaste të tjera, po jo shqip, domethënë shumë prapa kuinave që siç e keni pasur dhe ju që keni zakonisht shoqërinë ose njerëz që rinë aty ju dëgjojnë dhe ju japin ato ndjeshmëritë e mira, domethënë. Meqense do doje ta zgjidhje prapë nga para, domethënë do dilje apo nuk do dilje? Se do dilje. Domethënë, un kam dhe një podcast tjetër ku dal, po prapë eksperiencat e Besi Andi është tjetër gjë. Për mua është pak më unike në atë llojin e vet dhe më pëlqen shumë roli që kam aty. Nuk e kam problem që nuk dal. Nuk e shoh as si mungesë ekspozimi të vetes, nuk nevojshme me thënë drejtën që ta firmohem aq shumë edhe me imazh. Plus ka dhe një gjë që ndjem pak më i sigurt me thënë drejtën. Jo, unë të pyeta për më shumë për faktin sepse nga që unë i ndjek të dy podcastet se do të dalim dhe tek ai tjetri, se ai tjetri më duket mua sigurisht thellësia jote e brendshme, më shumë se sa Besi Andi. Po pyes për këtë fakt më thënë sepse kur unë pyeta grupet e mia që çfarë pyetjesh ti bëjmë, në dy nga këto grupe pyetja e parë që erdhi domethënë që kush është ky valla? E kupton pse nuk e kemi parë, pse nuk e kemi bërë dhe pastaj unë i dërgova Tempulli o Neonufrit edhe pse nuk del. Ai ka shumë për të folur, ka shumë dije, ka shumë ashtu, pse nuk del vetë, pse nuk bëjnë debat, etj. Nga këto pyetje të tilla më erën edhe në komente pastaj unë lexoj dhe komentet tuaja, feedback-un që më jeni dhe ka shumë njerëz që duan. Në fakt jam aktiv në jetën publike underground.
me thënë drejtën, jo publike të mass medias, po jam mendoja që njerëzit e dinin kush isha, domethënë thjesht aty jam pa figurë, po kam pas përshtypjen që shumica njerëzve e dinin kush isha. Në vlerëson pak veten dhe podcastin, se normalisht nuk janë vetëm njerëzit që të njohin ata që e shohin dhe ju ndjekin, janë edhe persona të tjerë për shembull. Unë s'dia fare në fillim deri në momentin e parë që të shkruajta për podcastin, më shpërndaj ato fillimet e para, domethënë që bëra lidhje me fytyrën. Po, çfarë është kjo underground? Definojë një çik, se nuk e kupton gjithsecili çfarë domethënë ti je aktiv underground. Në undergroundin e shoh më shumë si një underground që është zhvilluar dhe po zhvillohet dhe vazhdon të zhvillohet jashtë syve medias. Është një grup i vogël njerëzish që ndjekin disa podcaste, ndjekin disa live show që bëjmë ne ose miqtë tanë që merren në një kulturë që nuk del masivisht në media, po është pjesë aktive e jetës qytetit për një grup të vogël njerëzish, dhe rreth 2000, 3000, maksimumi 8000 njerëz. Po interesante, po çfarë përmbledh kjo undergroundi, domethënë çfarë mbledhje se që bëni dhe shfaqje live dhe gjëra kështu, domethënë çfarë përmbledhin këto në përgjithësi? Tani unë i flas pak për Jam House-in edhe se e shoh si pjesë botës undergroundit, që është studio. Po duhet ma thosh mua, shiko, mua duhet të ma shpjegosh këtë gjën me moll, sepse unë jam komplet i pa ditur nga ajo, kam mungesë të thellë informacionin dhe nuk e di fare se për çfarë bëhet fjalë, edhe unë shumicën e gjërave si Jam House e këto të tjera, për shembull i kam dëgjuar për herë të parë podcast. Po, jo shumë e drejtë, se njerë dhe ne e bëjmë kështu sikur e kuptojnë e din njerëzit. Jam House është një studio ku bëjmë pjesë rreth 10 artistë të botës undergroundit, që do të thotë, si fillim ka nisë si studio muzike e disa bandave që luanin ekstreme, ku edhe unë isha pjesë, death metal, black metal, edhe avash filloi të gjeneronte një lloj graviteti. U bashkuan më shumë banda, jo pa fund, bandat tona, po kemi arrit deri në 4 banda aktive dhe ne filluam të organizonim koncerte duke u përpjekur të runim një lloj serioziteti në mënyrën e organizimit dhe sillim një lloj cilësie. Me thënë drejtën, live-et këtu në Shqipëri kam vujt gjithmonë nga cilësia e soundit, me thënë njerëzit ishin shumë pa kënaqësira. Flas për live-et e underground, metalit, rockut, për grupe që kanë muzikën e vetë origjinale, jo grupet e cover në përlokal. Sa të shoh më shumë të pjesa e argëtimit se sa të pjesa e për Smithfield që zhvillohet. Filloi gjeneronte më shumë gravitet, si thosh, po ne kemi arritur në një lloj organizimi që kemi një studio që mund të quhet dhe si qendër kulture, që ka studio regjistrimi, jam unë dhe një piktor tjetër që përdorim për studio pikture, janë 2 podcaste që janë hostohen, si thosh, në këtë studio dhe po mundohemi të bëjmë një mini celulë të vogël kulturore që normalisht është underground, se nuk është pjesë e medias gjërë që ne mund gjenerojmë shumë trafik ose shikues ose ndjekës. E kuptoj. Është, domethënë unë se kisha shumë ndjenin, e kisha idea se ishit pak më shumë të shpërndarë, po pas ka qenë diçka që bashkoka gjithë bashku, tani bën më shumë sens që ja.
me që përmendën gjitha ato domethënë si rock, si death metal, piktura, skulptura, podcaste. Çaj e tillë plak. Po. Kush e tillë, e kupton? Është një pavarësisht se për ata që e kanë ndjekur Besi Andi podcast për shembull mund ta dinë në mënyrë aktive apo pasive që je një personazh kompleks, më dukesh vërtet një personazh shumë interesant dhe do kisha vërtet dëshirë ta kuptoja si e definon ti veten tënde domethënë. Çfarë je ti kur pyet njëri çfarë je për shembull? Mbas tani ne nuk kemi zakon të pyesim çfarë je, po nëse do të pyesë njëri. Shumë pyetje pak e gjerë, domethënë për të folë pak. Po kemi gjithë kohën e dynjas. Se ti unë shoh veten pak më thjesht. E shoh veten pak më thjesht. Tipit unë jam një njeri që kam shumë kuriozitet dhe dëshirë. Më thënë se kur i numëron gjithë ato punët e vogla që unë bëj, podcast, merr me muzikë, një grup bateris, pikturoj, ndonjëherë bëj edhe një video, bëj podcast, duket sikur janë shumë gjëra, po unë e shoh më thjesht, jam një njeri që kam kuriozitet për të provuar sa më shumë gjëra. Mirë, shiko, e pas ke një çik natyrë modeste kështu domethënë, që ke një çik si puna ime, domethënë tek e pjesa që kam qejf të bëj shumë gjëra. Nuk është valid kjo si arsye për shumicën e njerëzve se edhe njerëz të tjerë mund të kenë shumë dëshira për të bërë shumë gjëra, po i mungon sipërmarrja. I mungon vullneti, i mungon ajo që të provojë diçka të re. Pavarësisht se ti ndryshe nga unë nuk je i ri për sa i përket përfshirjes me njerëz, po që shiko, kërkon një farë lloj vullneti të përfshihesh në kaq shumë gjëra, kupton? Plus edhe ty nuk të përputhen as medaljet, të paktën në ato që ne njohim si klishe të binarëve të shoqërisë, për shembull, është një njerëz që bën muzikat klasike, ose si të themi, nuk e di si mund t'i kategorizojmë fiks ato që janë në Spotify, që unë i kam në playlist, është ajo baterist apo death metal, pastaj nga ana tjetër janë ato pikturat fantastike, pastaj më vonë këto gjërat nuk përputhen në ana tjetër vëllai dashur. Ty mund të duket sigurisht që qenia jote, po ku një njerëz që e shikon nga jashtë thotë që si ka mundësi, si ndodhin gjitha këto. Janë njerëz të ndryshëm. Pikërisht. Ato vinë pak edhe si ushqejnë njëra tjetrën. Më thënë, nuk është një lloj të mësosh pikturën në një moshë të rritur, kur më përpara ti nuk e marr me asnjë formë tjetër arti, se sa të mësoj moshë të rritur kur më përpara e marr me muzikë. Normalisht arti ka një lloj shqise e 6, e 7, si vje, për të perceptuar realitetin në një mënyrë të veçantë, të ndryshme, edhe pjesa e karrierës së tij në muzikë i ka dhënë shumë pikturës, ka bërë më pak orë pune për të arritur diçka nëpërmjet pikturës. Pastaj pjesa e podcastit është thjesht dil dhe fol, nuk më ndo çik më pak trajnim ose ka më pak kreativitet, është thjesht shprehje lirshme e vetes tënde, përgjithsisht arsyeshme. E kuptoj. Po mirë, si kalon një artist, le të themi, se normalisht jemi bindur që është shprehja e dur për të përkufizuar ty edhe më e thjeshta, le të themi, është artist apo. Se artisti është zakonisht në atë kuptimin, le të themi, atë kuptimin, ti do ishe më i mirë me këto fjalës, sidomos kur je pas kamerave, atë të romantizuar, domethënë, nuk është vetëm diçka, është shumë gjëra bashkë. Ka disa nyje, ka disa deg ku artisti vete ka një farë lloj rebelizmi kulturor e tjerë. Edhe prap mua nuk më bën shumë sens, domethënë do ta kuptoja pak më shumë atë brendshmërinë të vajturit nga muzika klasike tek death metal. Është ndryshim goxha i madh plak. Në fakt, unë kam vajtur nga death metali te muzika klasike, që është pak
ndryshim akoma dhe më i madh ndoshta. Të dyja format e muzikës në periudha të caktuara mund të jenë rebelim. Unë nuk mendoj që arti është gjithmonë rebelim, po unë për vete kam parë në masën më të madhe si lloj rebelimi. Në një kohë kanonike u krijuan ato maniera muzikë, doli rocku dhe metali dhe beat dhe bijat, nipat dhe rocku që janë dethi, threshi, bleku, që ishin si një akt rebelimi. Ndërkohë, sot, në momentin që flasim, shoqëria apo një lloj kthimi të vlerave nga diçka në diçka tjetër, edhe në fakt sot rebelim nuk është më ajo forma klasike e rebelimit dhe e liberalizmit. Në sot rebelim është tjetë të anosh pak më nga konservatorizmi. Edhe kjo si lloj ideje pasqyrohet dhe të pjesa e muzikës që unë nxorra më trim në një lloj sensi tjetër. Ne kuptoj. Këto kanë humbur shumë brezi i fëmijëve ose të rinjve, si puna ime për shembull që nuk kanë dëgjuar asnjëherë metal ose le të themi rock shqiptar. Unë bëj pjesë në ato që nuk kam dëgjuar ndonjëherë nga skena shqiptare. Thjesht nuk kam qenë në ato ura, ose unë as nuk kem lindur rritur në Tiranë, jam rritur në Berat edhe maksimumi i çfarë na vinte ne ishin këto banat e repit asaj kohe. Do me thëmë, për ishte maksimumi. Mendon se kemi humbur shumë, apo hajt mo? Nuk mendoj humbur në gjë që nuk e rikuperon dot për një kohë. Ne kemi pas gjithmonë inflacion në artistësh, duket sikur kemi shumë nëpër media, nuk e di. Po në fakt artistë real që krijojnë muzikën e tyre me një intensitet shumë normal për një artist, jo një këngë në vit ose një këngë për pushimet verore ose gjëra të tipit. Kemi pas shumë pak, edhe është diçka që perosh që tani, më thënë, mjafton të ulesh dhe nuk ka më shumë se 10 orë muzikë gjeneruar në Shqipëri, në skenën e undergroundit, që nga viti 90 deri më sot. Ajo që më pëlqen është që tani në këtë moment ke çat humbësh pak më shumë, sepse ka më shumë publikime, ka më shumë banda që po jo vetëm nga Jam House, po edhe banda tjera. Unë pash një për shembull jo mainstream, jo gjithmonë metal. Jo, po një statistikë që pash unë për sa i përket metalit, domethënë ishte që Shqipëria ishte vendi më i ulët në gjithë Europën me sasinë e bandave të metalit. E pash diku nga këto faqe që bëjnë harta gjëra kështu. Po nuk është për të çuditë se vetëm çdo lloj shteti fqinj që kemi ne, ish malin e zi se nuk kam informacion, ka më shumë banda metal, me thënë drejtën, se në Shqipëri. Po ama ka diçka që shumica e bandave shqiptare që kanë publikuar diçka me gjithë ato defektet e veta teknike, ka gjeneron muzikë shumë të mirë, shumë cilësore. Më thënë, duket sikur janë frymëzuar nga këto artistë mundshme. Nuk janë shumë jo. Sasia e prodhimit ndikon shumë pak edhe është çik më pak cilësore. Nëse prodhon shumë, nuk është e thënë ti publikosh gjitha, rritet cilësia e artit, artistët do të fillojnë të gjenerojnë çik më shumë art në Shqipëri, se janë pak punëtorë se sa artistët jashtë. Shko, betejën e kulturave, domethënë, gjithmonë e trajton nga sytë e mia. Duket sikur këto kahu që i përket rockut, ose jo rockut, metalit,
më shumë duket sikur e ka humbur atë betejën kulturore. Se po ta vëm re para, le të themi nga vitet 2000 ca, ishin këngët e lehta vinin nga këto shlaga, këto tipe roku gjerman, domethënë, ose vinin nga metal me kitar, me akustik që bëheshin në sfond, kurse tash këngët e lehta bazohen ku me repera, me bite të rënda, domethënë me drill etj. Duket sikur vërtet roku dhe metali e kanë humbur pak të betejën kulturore mes hip-hopit edhe rapit, domethënë. Shiko, nuk e besoj, sepse unë realisht duke gjyku si lloj muzike, si zhanër, duke u futur në specifika, e shoh si nga vetëm zhanër me potencial, më thënë nga ana e kompozimit muzikës, nga ana e shpirtit që ka si muzikë, është e vetme e krahasueshme me muzikën klasike ose me jazzin, që janë rryma shumë klasike, si thosh, në kultura të ndryshme. Perëndim është Po pse na shpjegojnë çik këtë pjesë që pse është e vetmja që krahasohet? Sepse nuk mbaron, nuk është këngë, nuk është zhanër muzikë sezonale që bëhet për një x arsye, dhe arsyeja është që sot ka dalë në mod kjo gjëja, nuk e di, makinat e shtrenjta, nesër ka dalë shtëpitë e barit diku, pas nesër tutor prostitutash, dhe janë tematika që janë shumë sezonale. Edhe melodi që mbarojnë për 10 vjet, 15 vjet, po ta shohësh metali nuk ka lidhje me modën, nuk merret me modën, me çështjet të momentit. Shumë cekta, merret me çështje pak më fundamentale, gjithsecili në atë mënyrën e vet, po përgjithsisht tenton të preki pak më thellë, edhe nëpërmjet teksteve. Nuk rri në sipërfaqe. Edhe në shembull nuk besoj që 1700 dëgjonin bejte, ka pas dhe njerëz që dëgjonin muzikë ose dëgjonin muzikë keqe. Nuk besoj se te prodhimi i kulturës, cilësia e kulturës ndikon shumë se a është më popullorja e mundshme në atë moment. Normalisht duhet të jetë deri diku, po nuk është kushti i domosdoshëm që të jetë më popullor. Siç nuk ishte Van Gogh më popullor në kohën e vet. Mirë, atëherë ka pasur një ndarje të thellë, sepse nuk jo çdo njeri kishte akses në art dhe jo çdo njeri mund të dëgjonte muzikë në kohën e lirë, përveç se ti binte vet ose ti binin fëmijët e vet ose të këndonte vet, domethënë, Muhamedi është pak larg për të krahasuar. Po shiko, unë thjesht mundohem të kuptoj. Ka shumë akses në art. Nuk ka shumë se arti është eksperiencë. Artin Mona Lisa në celular, po ajo nuk supozohet të jetë në celular, ose të jetë në celular. Supozohet ti të marrësh eksperiencën e plot brenda një salle duke u luajtur live. Edhe shumë njerëz që vinë te koncertet tona që nuk e pëlqejnë fare si muzikë metali, aty sikur binden që po kjo qeka thosh me vërtet eksperiencë shumë e bukur se ajo që dëgjon me kufje. Me thënë unë s'le kisha dëgjuar një herë, më thonë të lloj muzike, thjesht me kufjen më pëtresh celular. Po në live është eksperjenca e plot e artit dhe nuk është se ka më shumë kontakt me artin njeriu sot. Ka kontakt me kopje të artit. Na futet thellë me këtë plaku. Tashim na e theve atë pasqyrën fare. Si e vlla s'pas ka akses njeriu te arti tash. Si çfarë bëjmë në gjithë ditën? Ua. Po ti nuk merr eksperiencën e artit, ti merr informacion rreth artit. Merr një foto të Mona Lisës, po nuk je përballë me Mona Lisën. Shikoj, nuk e kam parë Mona Lisën, no?
është se Jo, po tash thjesht po mendojnë çik për veten time se të parit live, domethënë të ndjekurit live janë shumë pak gjëra, janë gjëra që numërohen me dyra duart, po që prap besoj se janë pak. Ngo të tingëlloj arrogancë mund të jenë më shumë se sa një pjesë e mirë tjetër, por prap më pak më duken domethënë se është sikur bie një çik ajo e gjitha ajo ideja e krijuar që po ke lexuar ose po di diçka ose po ke parë diçka. Ai telefoni ka zërin shumë të lartë ai që të bie ty. po se di si t'ja ujtë tani se s'do të lëviz dhe kamerë. S'ka problem, jo, s'ka problem. Shpresoj mos na bezdisi. S'ka problem, e mirë kuptojnë njerëzit. Mirë, tani ti bini se çdo eksperjenca e artit është vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë, apo është thjesht më e mirë drejt për drejt, apo ose cili është ndryshimi? E thën ndryshe domethënë. Pa nuk do ishte eksperienca e plot nëse do ishte për shembull tek Mona Lisa kur po e pikturontej? Ashtu do ishte akoma dhe më plot. Mindfuck. Kur po e mbaron, momentin që e mbaron, se nëse s'do ishte momenti që e mbaron, nuk do ishte plot. Po, bukur prandaj e mendon ti, sa bukur, prandaj ai show-i aty Kokrodhes që pikturonte kështu në emision ka qenë aq i suksesshëm, si e ka ai? Bob Rossi spektakolar, por na ka kënaqur, na ka arritur me ato. Prandaj ka qenë një sukses më mendoj unë, domethënë nga që kam pasur gjithmonë eksperiencë nga fillimi i fund njerëz. Po edhe ajo më ndikoj, po unë kisha, dhe procesin në artin modern për shembull artistët përpiqen gjithmonë që ta ekspozojnë procesin. Po ndonjëherë fillojnë i japin procesit më shumë rëndësi se asaj të veprës përfundimtare, që normalisht procesi ka rëndësi për ty, po qëllimi është vepra në fund, përfundimi i punës. Edhe në drejt për drejt me veprën, do të thënë eksperienca e plot muzikë është në live, se ti e shkruan që ta luaj një kitare, ta luaj një bas. Do të thënë që duhet një basist me një bas ta marrë basin dhe ta luaj, ose kitaren dhe ta luaj. Regjistrimi është si fotografia, është e njëjta gjë. Do të thënë e më përparshme, nuk është eksperiencë live. Do të thënë nuk është e njëjta gjë se ti më shohësh mua live dhe të shohësh fotografinë time. Ka shumë ndryshim, gjithë e kuptojmë që ka shumë ndryshim. Po, normalisht. Jo, thjesht të vjen keq ndonjëherë, domethënë që sa këngë ose sa vija muzikore që kemi dëgjuar, domethënë mbase asnjëherë nuk na bjerë jeta ti shohim live. Ja, se s'ka për të rënë ndonjëherë rasti të shohësh live Nikun me Anjezën. Jam e mirë e vështirë. E ke parasysh? Jo, asje. Po mund të marrësh një eksperiencë ngjashme me superpozimin që ata bënin kur dilnin live, duke ngritur zërin boksit. Jo ka qenë plako, pse ka pasur Shqipëria dhe Ballkani aq keq atë periudhën, për shembull, se me sa di unë këto të tjerë nuk kanë pasur aq në masë atë playback-un, se sa kemi pasur ne. Ka disa arsye shumë të thjeshta. Është që po thoj çfarë që janë artistë që nuk punojnë. Edhe nuk janë të aftë që atë pjesën ta performojnë live, se me kompjuter ti mund të bësh shumë manipulime. Problemi është ta lush muzikën në kohë reale. Ajo është shumë e vështirë. Nga që janë muzikantë që nuk punojnë, prandaj nuk kanë edhe shumë prodhim, prandaj dhe zhduken një moment. Nuk i gjenë më.
Unë bën me fëmijë, ose nuk e di ndryshojnë karrierë, s'ka një problem, ndryshosh karrierë. Po si thosh, nuk e kam pas ndonjëherë aq seriozisht. Edhe e bëjmë thjesht për lekë, është shumë e thjeshtë, ose futen filozofi. Vetëm në kontekstin e lekë, zanat. Ajo është vërtet e thënë drejt është pak fatkeqësi që bëhet më shumë zanat se sa arti mirëfill. Po meqense se unë nuk di nga ato ose nuk jam i mirënjohur, domethënë me pjesën e metodit edhe nuk kam se çfarë të pyes. Për sa i përket skenës dhe hip-hopit shqiptar, sepse ti dëgjon. Domethënë kam dëgjuar disa herë që thënë që i kanë ndjekur jo vetëm shqiptar, po edhe mbar botror, domethënë. Ke pas ndjekur, unë nuk po them që të vete në punë duke dëgjuar noise-in, po që i ke dëgjuar një herë në kohë, domethënë. Po cili nga këto e kisha lënë në atë kohë. E kishe lënë atë kohë. Po cili nga këto reperët shqiptar, domethënë, është ai që të ka pëlqyer dhe që të vazhdon të pëlqej? Unë jam fan si vjetër i To Die For, me thënë drejtën. Edhe këngët e albumit të parë, Jetëson, ne i herë pas here vazhdoj të dëgjoj. Më shumë se ata e kam pas kuptuar shumë mirë atë filozofinë e hip-hopit që më shumë rëndësi kishte poezia. Do të thënë, jo gjërat cekta, tani nuk po kam bot, po flisnin për ato hallet, shqetësimet, problemet e veta, këndvështrimin e vet mbi ato, mbi gjëra që ata e preknin në vërtet emocionalisht ata. Jo thjesht për përfitim. Edhe nuk e di, më zhduk si diçka e sinqert, se ata. Edhe një album tjetër që kam pas qef kur isha i vogël, që në pari tingulli 3, Prishtina fucking City. Mira, e larta. Është lart. Tingulli Trent ka nxjerrë shumicën e këtyre artistave ose pseudo-artistave shqiptar, si duash ti verja emrin. Ta kanë qenë vërtet jetë në nivel. Po mirë, po si nuk na përmendë Unikatilin. Nuk e di, nuk e kam pas shumë qef me të drejtën. Në qoftë se ti fokusohesh te poezia, domethënë tek mesazhi, tek rimat e lirikat, Unikatili është tjetër nivel, pra ku standardi është këngë që vërtet të prekin. Unikatili është si ajo, ka disa këngë që janë si ajo Vjesha e Pashko Vasës, që edhe sot i dëgjosh edhe janë super aktuale. Jo, se ngrite shumë. Jo, po unë se ngre, unë i vë bazë me të gjithë dëgjuesit tash, për shembull, është një këngë që unë e veçoj edhe përmend gjithmonë sa më herë më jepet rasti, është kënga Qëndro e Unikatilit, për shembull. Është vërtet pa asnjë lloj egzagjerimi, në çdo periudhë vjetër që kam dëgjuar atë, ajo këngë ka qenë aktuale. Kupton? Flet për degradimin, flet për ikjen, flet për largimin e migrantët, përballimin e këto gjërat e këqija që ne vetëm marrim këtë kulturën konsumatore, po nuk importojmë produktivitet e tjerë për shembull. Këto i ka thënë Unikatili, se njerëzit nuk i veten në mendje se shumica vetëm di atë Dysysen, që prapë është pa frikë fare dizimi i bukur shqiptar gjithsesi. Por që vetëm atë di, nuk din edhe këtë pjesën tjetër të lirikave të arta për mendimin tim. Unë nuk mendoj se ka arritur ndonjë grup tjetër, edhe bile as To Die For atë lloj standardi. Se edhe një artist, me thënë, me apo pa playback, me apo pa ghostwriter, se këto janë histori që vinë nga mbrapa, pa asnjë lloj videoklipi, pa asnjë lloj gjëje, është më i respektuari për momentin, domethënë nga shumica. Sepse këto noizera, stresra, këto janë i ke këmbëve kudo. Jo, këta nuk i pranoj fare. Unikatilin, se po flasë për Unikatilin. Nuk më pëlqen bota që ai të fut, me thënë drejtën. Unë jam pak i jashtë asaj lloj bote, flas në përgjithësi me këto
vrasje kriminale, hasmërira, nuk e di, nuk më pëlqen shumë ajo si se ai si poezi mbase ka shkruar shumë bukur atë. Kurse të foret kanë qenë pak më është me hip-hop. Të forë ka qenë hip-hop, tamam, domethënë ishin po. Nuk po them që është i keq ai Unikatili. Thjesht ajo si botë që të fuste ai më bën të ndiej pak jo vetvetja, jo keq, jo mirë. Do të ndryshoj unë, se do të dërgoj 3 nga këngët e mia të preferuara, do dërgoj inbox dhe do më japësh feedback me të shkruar pastaj. Po që, shiko, është vërtet, domethënë, pavarësisht të gjithë romantizmit që japin adoleshentët shqiptarë e tjerë, sepse edhe unë kam dëgjuar shumë shpejt, kam qenë shumë i vogël dhe unë në fillim këngët që kështu jo macho, jo gangstere e gjëja pëlqeja domethënë, por ato më tërhoqën, më futën tek ajo bota e tij dhe kur u futa i pash ato të tjerat, ama ato që kanë ngelur në mendje janë këto të tjerat, këto që kanë mesazh, jo ato që kemi dëgjuar kur kemi qenë të vegjël. Unë mendoj se ka vërtet diçka të mirë kur një artist për shembull të bën ty të pëlqesh. Të tjerat kanë bërë ato pjesët e tjera, jo macho, jo nuk e di që transmeton, mund të kanë dhënë rezultatin e nuk e dyshime mbi seksualitetin ose identitetin gjinor. Si është pikpamja të identitetit gjinor? Hajde, kalojmë tangente tani. Si e shikon këtë realitetin perëndimor? Se në Shqipëri nuk është se ka ardhur ai shumë akoma mendje. Jo, ka ardhur. Është aktual edhe në Shqipëri, tani jo në atë nivel që është në Europë. Si e shikoj, tani për këto masat e operacioneve dhe të perspektive mone për thjesht një dëshirë ekstreme si gjë, sidomos kur e bën një prind fëmijës vet. Si që ndodhë djashtë që bëjnë terapira me hormone që 12 vjeç. Këto më duken pak ekstreme. Po se nuk ja bëjnë gjithmonë prindi e burse, duhet ta shqetësojmë të se nuk ja bën prindi. Më shumë se sa prindi edhe nuk mund të ketë, çfarë thojë, e bëjnë dhe vetë, ka shteti, shteti do që të nxjerrë lek diku, domethënë dhe e bën shteti dhe prindri nuk ka të drejtë të thojë jo. Nuk e bën dot vetë një fëmijë 15 vjeç. Asnjëherë. Sepse të marrëm në Kanada për shembull ti je i lexuar për këtë pjesë. Unë jam i bindur që ti e di këtë pjesë, edhe në Kanada, edhe në këto vende nordike ka pasur 2 raste që tani e kaluan në ndalim, domethënë, sepse nëse ti nuk ja afirmon fëmijës atë gjën që ai mendon për momentin, atëherë rrezikohet të merret dhe fëmia, e kupton? Atëherë duhet luftoj prindrit për këtë gjë, se tani nuk është vetëm çështja e fëmijëve që me dashje pa dashje thjesht nga indoktrinimi po sterilizojnë veten ose po i sterilizon një doktor. Është dhe ana e prindërve që nuk merret parasysh, që edhe prindrit vetë duhet luftojnë pak kundra kësaj gjë. Që ti pse nuk më heq mu drejtën që fëmia mos bëj tatuazh deri në 18 vjeç, po heq, domethënë i jep të drejtë të bëj ndërhyrje që mund ta lejnë pa fëmijë që tjetër. Mund të bëj një luftë, mund të ikë në shtet që të luftoj diku tjetër ku nuk janë këto gjëra. Po edhe aq e thjesht nuk është ne, tani të kalojmë çik në debat, nuk është aq e thjesht, nuk është gjithmonë se nëse ai ka ndërtuar jetën aty nuk mund ta lej. Po është pra, është realiteti ka treguar që prindri është i ka ndërtuar për të ardhmen. Në rregull, ai mund ta ka ndërtuar për të ardhmen, po ideja është që nëse do ishte ashtu vërtet që do ishte çdo gjë në dorën e prindrit, ne do jetonim mirë të gjithë, po nuk është ashtu fatkeqësisht.
Jo, nuk është ashtu. Kjo është diçka më e madhe, normal, po është edhe koha që njerëzit duhet bëjnë pak më trima. Nuk mund presim që thjesht duke u anku diku, të zgjidhim diçka diku tjetër. Në momentin që ai të vjen te shtëpia, ti duhet të bësh rezistencën tënde maksimale. Mirë se hasim edhe një çik kundër veprim tek pjesa kur thuaj që do të bëj se është fëmia do të ndërhyjë etj, kur nuk je unë jam i njëjtit mendim, domethënë këto do të thonë ndalohen në mënyrë kategorike deri mbi 21 vjeç, siç është tani, nëse nuk lejohet të pi një birë në Amerikë 21 vjeç dhe në Kanada nuk mund të lejohet të ndryshojë gjinin me 18 vjeç. Kjo nuk është lejueshme. Si shiko, këto janë gjëra doktrina që janë idiote komplet, se në Amerikë për shembull në të shumicat e vendeve ku nuk lejohen të pish një birë 21 vjeç, mund të shkosh ushtar 18 vjeç, e kupton? Edhe ajo është një histori absurde nga kahu tjetër. Janë disa gjëra që nuk thjesht nuk bëjnë sens. Po kur në këto raste për shembull, për sa i përket kësaj gjës, nga që është e mbështjell me atë le të themi sensitivitetin e kushtëzuar dhe të krijuar artificialisht, nuk i jepet asnjë lloj lirie të paktën në qoftë se fëmia ka dalë hapur një institucioni tjetër, që mund të jetë shoqëria, mund të jetë shkolla në atë rastin e asaj vajzës kanadeze, e kupton? Ajo do të më aman babai ishte ndarë, domethënë, edhe babai mori vesh nga shkolla, që shkolla kishte filluar të jepte kokrat me kështu hormon, çai jepin, domethënë. Kjo është absurde plako. Edhe ai baba e sot kësaj ditë në gjyqje. Është shumë absurde, po duhet bën mbar se thosh prindër caktuar formojnë mekanizma, hapin çështje në gjykata. Ka forma që edhe po fillojnë të bënë, se nuk u mbyll kot klinika në Angli për shembull. Po fillojnë të ketë një lloj rezistence, se kuptohet ç'është, që është mungesa e lirisë mendimit, që lirisë informacionit, është literalisht një mashtrim që është e perëndimit më shumë se këtu e kanë marrë në interneti, besoj se nuk mendoj që ka shkuar keq sa të futet në shkolla dhe të ketë. Po ne jemi sfungjer jemi. Shiko, dua në mënyrë artificiale ta largojmë çik vëmendjen nga kjo tema, se vërtet më ka marrë shumë kohë, kam diskutuar me shumë persona të ndryshëm edhe nuk dua të jap shumë vëmendje. Do të bëj disa pyetje që i ka bërë tek grupi për Enean rreth Besi Andi podcast, pastaj do flasim për çështje të tjera. Andi apo Besi? Kështu i thullohet, do përgjigjesh vetëm me Andi apo Besi, ose Besi, okay? Kush është më shumë nevrik? Andi më shumë. Andi më shumë nevrik. Kush është më shumë artist? Andi. Kush është më shumë atlet? Andi, edhe Besi me. Kush është më shumë gazmor? Besi. Kush është më shumë aktiv politikisht? Aktiv asnjëri me të drejtin. Ti shprehen. Po pra, në shprehje, domethënë. Në shprehje, po Besi shprehet më shumë. Po. Kush do ishte kryetari më i mirë i opozitës? Kush janë opsionet? Besi dhe Andi për? Okej, jo thash me kalum pyetje tjetër. Besi besoj. Besi. Kush e do më shumë Grida Dumën? Andi, bravo, me Andi jemi dhe ne të gjithë. Bukur forte.
Kalojmë tek ajo pjesa që kaq ishte për to, po kalojmë tek ajo pjesa që ndalove ti, me që ndalove vet. Faleminderit publikut për pyetjen. Falenderojmë grupin Buxhi Podcast 2, jeni shumë të mirë. Aktualiteti shqiptar plako. Ju diskutoni shumë shpesh shumë gjëra me çunat atje, ti ke mendimet e tua. E nisim çik në mënyrë mekanike, kështu duke na treguar ti tre problemet më akute në Shqipëri dhe pastaj e vazhdojmë natyralisht. Duhet i përmbledh në 3 domethënë. Po 3 të mëdhaja, the big 3, pastaj e para është mos dëshira e njerëzve për të ecur përpara. E dyta është mos dëshira e politikanëve për të ecur. E treta është mos dëshira e diçka e supreme që ne na nxjerr gjithmonë në vend në shkop të rrota. Është domethënë fati, ne vetë dhe politikanët. Po kush mendon se në realitetin shqiptar, nga këto të treja, domethënë, nga këto 3 arsye, kush mendon se ka peshën më të madhe të fajit që ne jemi këtu? Mendoj se politikanët normalisht nuk fajsohet dot gjithë populli, se nuk ekziston një entitet që quhet populli, janë individ. Edhe disa janë për të fajsuar, disa nuk janë për të fajsuar. Kurse politikanët dhe klasa politike, që janë një numër më i kufizuar njerëz, janë betuar formalisht që ai mund të di ta bëj atë punë, të di edhe ta bëj mirë. Këtu ka politikanë që nuk din ta bëjnë punën, ka politikanë që nuk duan ta bëjnë punën. Dhe normalisht kur ai është zotuar që di ta bëjë atë punë dhe nuk po e bën, ka përgjegjësinë më të madhe faj. Se populli nuk është zotuar ndonjëherë që ne duam të shkojmë nga pika A në pikën B. Edhe nuk mund ta fajsosh. Do të thënë gjithmonë hapin e parë drejt diçkaje, duhet ta hedhë ose politika ose ana e kulturës. Në të revolucionet janë kryesisht politike, luftarake dhe kulturore. Nuk duhet vi diçka nga sipër. Siç erdhi në kohën e Skënderbeut, ishte Skënderbeu që i bëri popullin. Kemi diçka gjenetike për shembull që nuk mund të bëjmë, pse nuk presim kokën për shembull, si Franca në kohën e Jakobinëve etj. Çfarë na mungon neve valla, që të kemi një farë lloje, të kemi disa ruaza të bardha në shoqëri. Ja thënë figurativisht. Po je pak indiferent. Nuk e vrasim shumë mendjen. Më thënë kemi këtë aftësinë që durojmë shumë. Më thënë kaq keq nuk na duket dhe aq keq. Se ka shpjegim tjetër. Domethënë duhet të bëhemi më keq pa të bëhemi më mirë, thonë. Domethënë që duhet të plasi një herë keq që të mund të arrijmë një farë lloj ndryshimi në krah ande nga duat dhe. Po të shofësh pikat më kulminante të historisë Shqipërisë, janë momente lufte intensive. Me çfarë identifikohemi ne në përgjithësi si momente më historike, janë dhe momente lufte. Në të ne jemi mësuar një të gjendjen e presionit aq të madhe dhe pak me këtë vuajtjen nuk është nuk e di, se nuk jemi sprovuar ka shumë kohë, si popull, si kom.
Është goxha romantike në fakt kur i kujton ato të gjitha ato pjesë ku kemi qenë aktiv, por prapë është e trisht domethënë sepse ndonjëherë mund mendoj Robi që megjithëse kemi kaluar aq gjëra, domethënë sigur do ishte momenti tashmë për të reaguar dhe kur gjërat nuk janë aq keq, duket sigurisht sigurisht pak humbje kohe dhe humbje potenciali kur për i pret me vërtet të plasë diçka, po kështu jemi ne. Një tematikë që kam dashur pafund ta diskutoj me ty, që për mos u zgjatur thellë se unë e di që kemi 101 probleme, po ajo që do doja ta diskutoj pak më gjithësisht është kjo në thonjza betonizimi i Tiranës, ndërtimet e reja etj, domethënë çfarë këtë vështrimi ke ti te kjo? Mendoj se përfundimisht Tirana e ka humbur një identitetin, edhe ka humbur një mënyrë pakthyeshme. Nuk besoj, më thënë, unë kisha ato bindjet e mia në fushat, po e besoj me vërtet që kushdo që të vi, nuk mund ta zhdëmtoj më, se po bëhem pak pesimist, po ka një dëm që është realizëm ai plot. Nuk kthehet dot më mbrapsht. Nuk kthehet dot më mbrapsht, ti nuk e ke më një qendër historike. Nëse shëmbat të kullën mbrapa sahatit, komplet pjesa e ministrive është eklipsuar totalisht nga kulla dhe pemë. Edhe shkriju kjo ideja në Tiranë ose nga politikanët përgjithësi që Tirana duhet të ketë gjelbërim, edhe po i flasim të gjitha aty në qendër. Po ndërkohë jashtë qendrës kanë ato rrugët kryesore pemë dhe nuk kam asnjë hapësirë. Është si thosh për t'i hedhë hi syve që ja ne duam më shumë gjelbërimin se që kemi fut shumë pemë në qendër. Ndërkohë që jo pjacat më të bukura në Romë, në Itali nuk kanë as pemë. Po ndërkohë periferia ka shumë pemë se çka periferia jo. Është fasadë, kjo është edhe thjesht një lloj episte, po një çik më konkrete ishte pyetja ime. Si edhe ajo qendra për shembull flas pak fare për qendrën, se ka diçka që shqetëson, që ka vetëm 2 vepra arti. Të gjitha Tirana ka vetëm një qendër, nuk ka më qendra të tjera. Edhe ka vetëm Skënderbeun, ka dhe atë mozaikun e famshëm. Edhe është stolisur me gur, edhe me penë. Më thënë, kjo jep një mesazh, një qendër se jeton dhe jashtë një qyteti, janë disa objekte që simbolizojnë diçka nga jeta e atij qyteti, nga arti e atij qyteti, nga kultura e atij qyteti. Më thënë, çfarë ndodh në atë qytet, edhe çfarë trashëgimi e ka. Ty mund të identifikojnë me gurin dhe me pemën, sikur je njëri shpellash, sikur je, më thënë, i zhveshur nga kjo kultura e lartë, e skulpturës, e pikturës, e ku diun shesheve të bukura, stolisjes, ndërtesave. Po të paktën mendon se është më e mira që mund të ofronte Shqipëria duke pasur atë klasë politike që kemi? Apo mendon që vërtet ne mund të kishim aftësi për më shumë? Jo, mund të kishim shumë aftësi për më shumë. Patjetër, edhe me një klasë si kjo, do të thënë, edhe gjithë e dinë që Berlusconi ka pas ato lidhjet që ka pas, po ai nuk i bëni keq Italisë. Sado mund të ketë polemika, jo ishte qeflie, jo erë me mafja ku di unë, ama në të lloj sensi, se krenar për shtetin e vetë. Nuk i tregonte njerëzve që këta janë njerëz shpellash, siç portretizohemi ne që në hyrje të një qyteti. Mirë se kjo që ne portretizohemi për shembull këta ne i kemi sjellë. Nuk jetë më kryeqytet. Më shiko, Enea, se ti për shembull je edhe pak më i futur nga një njeri normal në për të pjesë. Tani Tirana, ajo që theti çfarë që ka humbur identitetin,
E vetmi arsye për shembull që unë kam datur që Tirana në ato vende ku ti si përmendet ta ruaj identitetin ishte sepse Tirana ka pak identitet. Edhe për shkak se ka pak, por është aq shumë i rëndësishëm, duhet ta kishte ruajtur dhe jo nuk duhet ta kishte hequr, ta kishte çndërtuar, le të themi. E kupton se unë e shikoj her pas here këtë pjesën që jo është kështu, është ashtu. Tirana ka një kuptim të plot edhe të mirëfill, domethënë, po le të themi për 200 vitet e fundit. Maksimumi 200 vitet e fundit, për mos thënë thjesht 100 vite. E kupton? Se 100 vite është realja, po hajde po themi po. Në këto 100 vitet e fundit, ne nuk kemi prodhuar për shembull aq histori në Tiranë sa për të bërë dhe 2 skulptura tjera. 2 gjëra që kanë ndodhur shumë të rëndësishme në Tiranë, që mund ta arrish ta bësh në një skulpturë. Po më thuaj 3 gjëra që do bëj skulpturë ti. Ajo që më vret mua është kjo sulmi ndaj të kaluarës, që na vjen turp nga e kaluar në përgjithësi. Jo, mua nuk më vjen turp. Që nga koha zogut, nga s'është vërtet Llajdashi, problematika është sepse shiko, unë nuk mendoj se neve na vjen trup, unë mendoj se ne thjesht jemi ignorantë. Ato ka pasur për shembull Berlin shumë ndërtesa të DDR-s i kanë mbajtur, domethënë të Republikës Demokratike Gjermane dhe Gjermanisë Lindore i kanë mbajtur, sepse edhe ato janë një vepër me vete, ka shumë burgje, paraburgime etj që këtu janë kthyer në muze apo në ekspozita, shumë nga këto edhe falas disa me çmime le të themi. Po jemi ignorancë sepse jemi oportunistë të burrit dhe e kupton, kemi ngren veten gjatë gjithë kohës, kemi ngren njëri tjetrin, e kupton, edhe në vend që kur dolëm nga ajo zyrtësi të mundonim të prezervonim më shumë sa mundëm, na ushqye fakti si nga jashtë edhe nga brenda që ajo që ishte e keqe through the line, domethënë çdo gjë që afiliohet me atë. Po kush e ka përgjegjësinë për të arsimuar një elitat, po një kom, një popull. Elitat, pra në rregull, paria e ka detyrën edhe normalisht do thotë që pjesa e madhe e Parisë është politikan. Po unë e besoj një çik më shumë te faji i individit. Po ta edukoj mirë. Po më mirë ta edukoj, shiko, ta edukoj mirë është politika dhe artistët. S'kam faj. Unë mendoj se gjithë secili ka faj. Mbasi këtu dallojnë të dy bashkë. Unë mendoj se gjithë secili në mënyrë aktive apo pasive ka faj, edhe i mat ka faj. Meqense unë e njoft i mat që është i lexuar, i bërë edhe di shumë gjëra, di të dalloj të bukurën nga e pa bukura, di të dalloj gjëra që duhet mbahen, duhet mos mbahen, nuk ka marrë ndonjë lloj aktiviteti valla. Do thosh ti që s'ka pasur koka që në punë të tjera. Po mirë, është faj pasiv, po është. Shiko, duhet të pranojmë diçka që të mund të vazhdojmë më tutje. Ne kemi neglizhuar si kom. Një njeri thjesht e ka neglizhuar faktin se çfarë po ndodh me atë rrethin e vet, sepse neve nga ai lloj sistemi na shpërfytyroi identitetin ton, na e lidhi me atë partisë, edhe normalisht nuk e ndjeje më këtë lidhjen shpirtërore me rrugët e pastra, shtëpitë e bukura, trotuare dhe parqe për fëmijë, por e ndjeje kënaqësinë me sa ushqim ken në shtëpi edhe sa herë mish ha në javë. Kaq. Unë nuk mendoj që ka qenë kaq bardhëzi, me thënë që gjithë fajin e ka komunizmi për të ndodhi mas 90-s. Jo, ka popull, mendoj. Ka shtra që ju servir shqiptarëve, siç ishte ajo e pravet në të shtatës. Çfarë kishte komunizmi? Këtu erdhi një gënjeshtër, tani fajon ishte që ne nuk e njihnim skemën Ponzi. Çon se ka kemi qenë të izolum, po nuk mund ta lësh pa faj atë që erdhi dhe servi popullit. Mund të thotë ka fajin që rriti të zgjidhte prapë Sali Berishën
në bazë asaj që ndodhi në të shtatë. Pikërisht pra, zemra, unë këtë po them, nuk po them që populli ka faj për këto, nuk po them që ai ka fajin më të madh, ai njeri që ka bërë atë ka fajin më të madh. Po populli nuk e ndron dot. Politikanët mund të ndrosh. Jo, populli nuk e ndron dot si entitet, nuk e ndron dot popullin, po populli ndryshon mendjen në plak. E kupton? Po kush do të ndryshojë këta politikanët që nuk duan të ndryshojë? Po më zemra kur pse si që politikani që ndryshon ka mendjen ty, nuk ka ndryshon politikani, ka ndryshon individi, ta ndryshon familja, ta ndryshon artisti, ta ndryshon doktori, mjeku i lagjës. Por në po themi mund të ketë disa 3-4 variable kur gjithë kjo elita që nuk është në politikë, po heqin politikën me njanë, se ne dim, ora i është ujë, ku politika është ujë, plakon, nëse delet rinë ur do i marrin një nga një do i haj. Për këtë jemi në vipash, nuk e kundërshtoj unë. Po tani, nëse këto hallkat e tjera të zinxhirit, pastaj dorëzohen vetëm për interesin e vet, siç janë elitat intelektualët, akademikët, post-akademikët, e dorëzojnë aftësinë e tyre, kapacitetin e tyre dhe fjalën e tyre, vendueshmërinë e tyre, e dorëzojnë për interesa personale, atëherë është faji politikanëve, por jo vetëm i politikanëve. E kupton? Politikanët janë pasqyra jonë. Po, normalisht unë nuk po them që populli nuk ka faj, po them që po fajsove populli nuk është se zgjidh dot gjë, kështu që gjithmonë populli e ka fajin. Se çdo kush është pjesë e popullit. Për çdo lloj gjëje që ndodh. Po që ka role specifike në popull dhe një nga rolet janë politikanët. Çfarë ton politikat? Ai ta sjell atë mësuesin aty t'japin mësim të gjimnazit dhe ta sjell të paaft. Sepse ai politikani ka emëruar një drejtor të paaft në drejtorinë e arsimit, që ai emëron njerëz të paaft në shkolla. Do thënë politikani thjesht mund ta zgjidhë më kollaj gjithë problemin e arsimimit. Ai nuk do. Kjo është si rrugë pas zgjidhje. E vetmja zgjidhje është që të ketë sa më shumë njerëz që të ngrinë dhe të japin zë çështjes kombëtare. Domethënë çështja kombëtare, domethënë Shqipëri etnike të stadiumit, po domethënë që fillojmë të shohim pak vlerat dhe parimet tona si kombë dhe të bëjmë diçka që ta çojmë veten përpara. Normalisht do ta bëjmë me iniciativë njerëz kulturës, shkrimtarë, siç ndodhi në rilindje, se nuk do ta quajmë prapë rilindje, se do ta marrin prapë një politikan ta përdosë si term. Po. Po që duhet nisi diçka nga intelektualët, se nga asnjëri as populli as politikanët nuk do ta nisin. Pikërisht pra, aty do të dalën, e kupton? Unë ja vë fajin Paris, po ja vë fajin Paris që nuk është e përfshirë drejt për drejt në politikë, jo atyre që kanë emrin politikan. Unë ja vë fajin atyre që e bëjnë politikën pa qenë politikan. Ja vë fajin atyre fispredhave që dalin edhe bëjnë video për Lalierin, qofshin Trash TV, qofshin llumi i shoqërisë, qofshin gangstera me xhinse varur, qofshin doktora apo qofshin ta mësues. Unë atyre ja vë fajin si një, sepse ata kanë dështuar. E të gjithë ata që ne i përmendëm çfarë që janë që ti the që nuk i pranon fare dhe mirë bën. Atëherë kur ta dorëzohen, domethënë, edhe me rebelizmin e tyre dorëzohen një lloj figure të tillë që është thjesht turp, domethënë, atëherë duhet të kishte reaksion nga ndjekësi, duhet të kishte reaksion ndaj baza, po nuk kishte, sepse reaksioni ishte në fakt ashtu që ata e kishin projektuar, që sindroma jon që Alisa përpara 2-3 episode që përmendi që ka thënë Fajkonica, ne jemi të fascinuar mbas figurave dhe jo mbas ideve. Edhe për sa kohë ne vazhdojmë të jemi të fiksuar pas figurave, nuk më amen se do ndodhi ndonjë gjë. E kupton? Shoh goxhat vështirë. Ne vë fajin dikujt që e bën me vetdije. Kushdo që e bën me vetdije ka më shumë faj. Kushdo që e shef atë pikturën se çfarë po ndodh me veprimet e veta dhe ai vazhdon e bën diçka që e di që është gabim,
ai ka më shumë faj normalisht. Të faj. Mos e zgjatëmi se mund të flasim dhe 3 orë bashkë për këtë temë dhe ma hamendja se më shumë do kemi për të folur edhe mbas atyre 3 orëve. Flako, si po duket gjendja në Kosovë për momentin, veri të Kosovës? Nuk mendoj se do ndodhi gjë, po më shqetësuese më duket gjendja e këtij kryeministrit tonë që mban një qëndrim afërsisht Zvicra ndaj Kosovës. Më thënë ti dalë Kosovës, bën atë rolin e arbitrit që as nuk e ka ftuar njeri herë. Edhe na turpron ne si kom para vëllezërve tanë nga ana tjetër e kufirit. Se unë kështu ndjem i turpëruar para atyre për këto veprime që bën ky kryeministri jon. Në emrin tonë, më duket më shqetësuese marrëdhënia jonë në Kosovën, çfarë ndodh në kufi me Serbinë. Aty ka ndërkombëtar që mund të sigurohen gjë, po nuk është ajo problemi. Problemi është që po të jemi bashkë në sintoni si dy shtete, jemi shumë më të fortë, edhe sigur mos kishte fare mbrojtje ndërkombëtarësh aty në kufi, nuk do kishte asnjë lloj problemi. Problemi është që kur ky kryeministri jon i bëhet armik në një lloj mënyre atij shteti, atë e lën të pambrojtur aty mes ujqerve, se ajo i ka gjithë fqinjet e tjerë, vetëm ne na ka mik. Po mik, në thonë. Pse e bën këtë plan? Një kom. Pse sillet kështu si sillet ky? Po Holomeni. Po nuk është e rëndësishme me analizu psikologjinë, se ndoshta ai ka ato arsyet e veta. Duhet me pa rezultatin. Ti po sillesh si një tradhtar. Edhe ne nuk duhet futemi shumë thellë në argumente. Si një tradhtar dhe bën veprën dhe tradhton dhe nuk mban fjalën e ku diun, je i tillë. Mund duket kaq që thjesht, ai po sillet si një tradhtar sepse është nga natyra një tradhtar i kombit. Ka pas shumë kombi në tradhtar. Edhe më beti është se të gjithë tradhtarët që kanë qenë Mos po të regojmë cikë jashtë. Jo, do dishti si shkruaj unë për Twitter se atem për Space, po që jo, nuk ai është krye player, krye krim. Jam thënë një në episodin e parë të dytë kam thënë krye krim, edhe ashtu është krye krimbi që ha mollën nga brenda edhe këto tradhtarët në Shqipëri gjithmonë kanë pasur kështu, e kupton, fuqi të madhe burr, e kupton. Gjithë kohës gjithë tradhtarët në Shqipëri kanë pasur fuqi të madhe, kurse në përbot, domethënë kanë pasur dhe ata tradhti, kanë pasur dhe ata tradhtar me fuqi të madhe, po nga që kanë qenë gjithmonë më të mëdhenj, megalodon, edhe e kanë pasur atë suspensionin mirë, e kanë pasur e kishin atë sustën shoqërore mjaftueshëm të fortë për ta neutralizuar këto lloj goditjesh, kurse ne nuk e kemi, se mua më duket sikur ne me mezi mbahemi në fije të perit, kështu që jemi për momentin. Sepse ne kemi shumë pak, na kanë ngelur shumë pak elementë identitetit tonë. Edhe kur ke shumë pak element të identitetit, siç është ti ke një simbol, ke gjuhën, flamurin, ke edhe 3-4 gjëra tjera. Në mënyrë që të cënohen këto, duhet shkoj puna shumë rënd, duhet shkoj të lufta, se ti nuk ja cënon do të gjuhën dikujt tjetër pa e luftu. Kurse gjëra tjera perëndimi, për shembull, tulla, llaç, katedrale, bukura, ku di unë, janë më kollaj të cënueshme, e kanë materializuar më shumë kulturën e vet, dhe kur dikush vjen dhe tregohet agresiv në asaj kulture, fillon prish sa ndërtesa ose heq diçka që ishte e bukur, i binte më shumë në sy. Mund t'i bjerë më shumë në sy. Ne nuk na bjen sy, se ajo nuk është pjesë e identitetit tonë. Ne mjaft kemi gjuhën, kemi flamurin, kemi dhe bukë me hëngër.
edhe një 3-4 gjëra të tjera. Kemi më pak elemente identitare. Edhe se kemi humbur rrugës, se s'kemi pas. Po e kemi bërë vetë me vetes. Si mendon ti, domethënë, ke ndonjë ide si zgjidhet ky ngërçi në Kosovë? Mendoj që nuk e di, me thënë drejtën, se aty është një lojë pak më e madhe. Me thënë, përderisa përfshihet dhe Rusia dhe Amerika, është një lojë pak më e madhe. Me thënë, unë nuk e di se si mund zgjidhet. Po, ama di një gjë që nëse Shqipëria i del krahas Kosovës, është një plus në favor të Kosovës. Kur rolit nuk i sjell asnjë lloj të mire. Ka shumë arbitra në Europë, nuk ke pse të bëhesh dhe ti arbitër ndaj Kosovës. Bëu krah. Mendoj që do ishte një plus drejt zgjidhjes në favorin ton, se ka zgjidhje në favorin e serbit, ka zgjidhje në favorin ton. Ne duke bërë arbitrin, themi që zgjidhet si zgjidhet. Duke qenë më afër Kosovës, japim aq pak influencë sa kemi ne në NATO, Bashkimi Evropian, se ky del na jep leksione atyre. Aq influencë pak në favor të Kosovës. Ju thotë rindi qetë ju se kam folë unë diku jashtë kamerave që do bëhet mirë. Këto gjëra s'pëlqejnë, diplomacia bëhet hapur. Nuk ka gjë, nuk duhet ketë për ne. Diplomacia është thjesht një mangësi shumë e madhe shqiptare. Nëse shqiptarët do kishin diplomaci të fortë, shumë gjëra nuk do ishin kështu siç janë sot. Pra ne kemi vuajtur dhe do vuajmë për një kohë të madhe për sa i përket diplomacisë. Ne nuk kemi diplomat. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Hajde të rikthehemi në çik me disa ndjenja të bukura. Tempulli i Onufrit, plako. Për të thënë, në skenën e podcastit shqiptar ashtu siç e njoh unë, është një gjërat më të bukura që ka ardhur pa frikë fare. Se un kam një gjë, nga që un nuk di të bëj shumë gjëra vet nga këto gjërat. Kështu jo arte, skulptura, piktura, muzikë etj, nuk është se jam domethënë i kam pas provuar, jam i mirë, domethënë më shumë se sa mesatarja e popullit, por jo në atë nivel sa mund të cilësohesh si diçka dhe e them dhe vazhdoj ta them që kam jashtëzakonisht shumë respekt për individët që bëjnë gjëra të tilla dhe ajo ka qenë një eksperiencë në fillim, sidomos ato episodet e para, për shembull gjëra që ndonjëherë i ke marrë si të mirë qëna, ndonjëherë janë gjëra që i shef edhe nuk e di se çka ka, pse qysh tek e kupton. Ishte vërtet diçka që unë mendoj se jo vetëm që i mungonte tregu të podcastit. Kjo nuk diskutohet fare, po unë mendoj që thellësisht i mungonte kulturës si underground si overground. Domethënë se le të themi nuk e di nëse ti njeh në një, po unë nuk njoh në një emision, domethënë që ti futet edhe të shpjegoj tani për publikun e gjerë, pa asnjë lloj përfitimi, pa asnjë lloj tendence, pse qysh tek, kush je ti, kush jam unë, kush jemi ne, kë kemi nxjerr, pse i kemi bërë, ku janë bazuar, edhe çfarë lloj standardi kanë. Me sa di unë, kjo lloj gjëje nuk ka. Edhe juve ja keni nisur, unë ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese, keni bërë ca mungesa. Po që kishit kohë që e mendoni plako apo ishte kjo një gjë spontane? Tempulli i Onufrit fakt ka qenë rrjedhim i diçkaje më përparshme. Kur kemi qenë në universitet bashkë me Egin, Egi themeloi një grup debati që quhej Agora, do të thënë sheshi ku në Greqinë e vjetër mblidheshin për të diskutuar politike, filozofike, komplet gjithë problemet e qytetit. Me thënë, brenda Universitetit të Arteve, Egi hapi këtë si grup debati që ne merrnim një sallë lektoriumi. Edhe unë në bashkova më vonë, ku prezantonim për shembull mënyra alternative të ekspozuar të artit, për shembull arti në muzikë. Unë pata nxjerr disa videoklipe famshme, Pink Floyd, Tool,
ku përdoreshin teknika që ne i mësonim në shkollë dhe si mund t'i përdornim, domethënë për t'i dhënë jetë videoklipeve ose mos kishte videoklipe që femra ose ku diun të gjëra standarde nxirë me makinë. Një tjerë, bënim, si thosh, diskutive mbi tema të artit, qoftë shqiptar, qoftë artin përgjithësi. Po. Edhe mbasi mbarum shkollën, kishim kohë që mendonim që të bënim një podcast, ndoshta një Patreon, ku bënim dhe tutoriale. Shumica e gjërave nuk u realizuan dot në teknike, po që tham pak vetëm të podcastit. Këto kohë fakt kemi bërë pushim për arsye emigrimit, do të thoya. Po do rifillojmë shumë shpejt sapo Egi të stabilizohet përfundimisht në Angli. Shumë faleminderit që tregove në Angli. Është shumë e mirë për ta vazhduar me tempullin në Onufrit. Edhe besoj të bëjmë shumë shpejt. Ne kemi nis tempullin thjesht nga dëshira e pastër duke pa qa mungon në botën e kulturës dhe qa mund të mbushim në diçka të vogël aty të gjëra që mungon. Unë kam djerë veten pjesë e atyre bisedave të tempullit në shumë kohë, se kam djerë veten si nxënës koçar, po do doja për shembull që të ftonit edhe njerëz për shembull si unë, ose mua, ose Andin, ose Besi, ose ata dini çik, po mendoj se do ishte kështu, do ishte bukur po të kishit një nxënës aty të vogël, të silleshi si sensei, që të bënte ndonjëherë ai nxënës i vogël disa pyetje banale për shembull, sepse nuk i dim vërtet, e kupton? Janë disa gjëra që ju i shpjegonin që janë të mirë që na edhe ne më që but what does that mean though? E kuptosh? Jo, ideja është jo me dhënë leksion ose mësim, po edhe për ne për shembull është shumë interesante për të pa si e përjeton tjetri një vepër arti ose një koncept historik, filozofik, si qasen njerëz që janë jashtë kësaj gjëje. Ajo mund na ndihmojnë shumë për të thjeshtuar pak mënyrën e transmetimit, gjuhën për ta transmetuar, mund të testojmë ku është niveli i njerëzve jo intelektual, por niveli për sa i përket updatimit me ne kur përcjellim një mesazh të jetë më i kuptueshëm. Se kam vënë re që ne nuk është aq shumë i kuptueshëm ose duket pak teknik. Jo se s'është i kuptueshëm më, po ideja është që njerëzit si puna ime që kanë kështu këtë rating e lartë të kuriozitetit, domethënë që duan të dinë shumë ndonjëherë, domethënë kemi do të dish një çik më shumë për atë, po edhe unë e kuptoj që edhe koha nuk ju del, mund të rini me orë të tëra. Domethënë po ndonjëherë thjesht ndonjë që as sikur të ishte ndonjëri si puna ime që të bënte një pyetje më të thjeshtë, pyetjen më të dukshme, më obvious të mundshme në atë moment, domethënë që të ishte edhe një herë idiot nxeqja, i thon gjermanët, është e sigurt për idiotët, domethënë që e kupton çdo lloj pale e tretë pavarësisht profilit që ka. Por që duhet të ktheheni shumë shpejt, dakor? Kupton, ai duhet të japi çik duarve me stabilizimin, edhe duhet ta sillni se jemi të uritur, kupton? Shumë faleminderit, me thënë drejtën unë nuk e dija që kisha shkaktuar bashkë me Egin këtë lloj reagimit paktën të ty dhe disa njerëz tjerë. Ka që entuziazm, domethënë më pëlqen edhe është një arsye akoma më shumë për thjesht sapo të strategi aty, sepse ai jam vetë personale, ai ka çuar gjërat në Angli, po vetë është në Itali dhe nuk mund ta bëjmë dot në anë teknike, si ide. Po. Shiko, unë mund të dukem kështu si vrazhd edhe pa takt, po i kam
Shumë qef këto gjëra, domethënë edhe janë vërtet, domethënë janë gjëra që më tërheqin shumë fare sepse është diçka që unë për shembull s'e kam haberin. Edhe kur unë nuk di shumë për diçka, domethënë kam një kurrë një lloj kurioziteti deri diku që kalon edhe nuk e di valla, që ngatrohet shumë edhe e dua me do e mos, një si lloj epsh kurioziteti, kështu që e dua ha di dhe dua tani. Ma nxirr episodin tjetër, ku e ke, pse s'e ke nxjerr? Jam binge watcher unë, prandaj. E ke parasysh unë kam zbuluar Besi Andi podcast e kam parë. Je pak artist. E kam parë Besi Andi podcast e kam parë për 3 ditë plak. Unë e kam zbuluar nga episodi 40 ca. Po bukur fort, do ju presim. Më motivom për me vazhdo. Jo, është diçka që është vërtet e bukur, është origjinale, në treg nuk ka tjetër, është vetëm një njeri, jo vetëm një njeri, vetëm një podcast ku njerëzit mund të mësojnë gjëra të tilla, domethënë sado mund të bëj unë tani të marr të ftoj Enea, ndonë të marr Egin, jo do marr një fotograf, një këngëtar, një tjetër prap, është tjetër gjë kur mua më qellon të flas me një individ të shkolluar ose me profil në atë gjë. Është tjetër gjë kur podcasti dedikohet artit, sepse siç folëm bashkë ne sot për shumë gjëra ndryshme që janë interesante që unë doja të dija dhe opinionin tënd edhe këtë vështrimin tënd. Për shembull, nuk mund të futem më shumë në detaje, të paktën jo në herën e parë. Pastaj unë të detyroj publikisht të vish prapë në podcast, se kam dhe gjëra të tjera për të diskutuar. Por që jo shumë mirë, mund të bëjmë një seri, mund të ftohem të podcasti jo prapë dhe flasim pak më specifikisht për një temë, për ndoshta për artin, për kulturën, për diçka më specifike që në mënyrë që do ta bëjmë një kërkesë publike dhe ti një premtim publik. Bëjmë më shumë hap pas hapi. Po, patjetër. Unë ta bëj një kërkesë publike, edhe pastaj ti e ke në dorë e premton publikisht apo jo, që doja të më vijë një herë në podcast, të dedikojmë një podcast Onufrit, me që edhe juve ja keni titulluar podcastin tuaj Tempulli i Onufrit. Unë do kisha shumë dëshirë, pse jo edhe bashkë me Egin, nëse do më vini një herë në podcast të diskutojmë rreth figurës së Onufrit, edhe në detaje. Po. E premtoj. Paktën Egin kur të takoj. Bukur fort. E ne unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, ishte kënaqësi, edhe do të mbaj shumë sepse dhe kish pasur për kuptimet e tua, po edhe unë normalisht jam goxha i konsumuar për sot. Ishte vërtet kënaqësi dhe mezi pres për premtimin publik që unë do ta bëj edhe shorts, që mos ta harosh fare që do të dyndë njerëzit pastaj me komente edhe po nuk erdhe. Do dëgjohemi edhe do shihemi për ftesën, me vërtet që shijova shumë. Kështu që nëse ju të ndiqni Enean, ne kërkoj të shtojnë çik ato plak ose ti ke një 2-3 gjëra për gjëra të ndryshme kështu kanë ndryshme, sidomos për pikturat, edhe e shikonti për shembull nuk hyrën detajet e piktura fantastike, sidomos ato gratë që e kishte vënë tek studio Çuna Verë në fund, sa qefshi kam ata. Ajo nuk është tipi im i femrës që unë pëlqej, po ja piktura është fantastike plak. Është thjesht goxha. Ajo pikturë kur e kam parë, që unë e kam parë në Instagram kur kanë qenë kur ke në Instagram nga ekspozita e kam parë, edhe pse nuk isha live domethënë. Ajo pikturë më ka dhënë një ndjenjë vërtet familjare. Është mënyra më e bukur që mund ta përshkruaj. Nuk po them seksi, nuk po them hot, po them një ndjenjë familjare, një ndjenjë kështu ngrohtësie, një ndjenjë normaliteti të mirë kështu. Edhe nga Instagrami. Imagjino tani ti shikoj përballë. Shumë faleminderit për vlerësimin. Ajo ka qenë dhe ideja e pikturës, që mos jetë seksuale. Kështu miq, ju mund ta ndiqni ne në Instagram. Rreshtoja një çik njerëz tash të gjitha gjërat ku mund të ndjekin. Po, Enea Ziu Paint. Duket se më video, okay. S'ka gjë, jemi. Enea Ziu Paintings. Enea Ziu pastaj profili tjetër që unë më shumë herë të muzikës.
Filet e bandave, Morgu, Official. Edhe Besi Andi podcast. Karo. Po, e morat mirë qënë që e din. E din, normalisht. Nuk ka smamen, as e kam në një dëgjuesin që nuk e ndjek Besi Andi podcast. Edhe gjitha këto që ne ja përmendë gjithsesi për ata që shohin nga YouTube-i. Për gjitha ata që shohin nga YouTube-i këto janë gjitha në description me link që juve t'i keni thjesht një klik larg. Neve ju lëm këtu, edhe do rishihemi, dëgjohemi, po nuk do prekemi herën tjetër. Ciao. Shumë të rëndë, Gjohën.